Bes Kallaku dhe Gjensila Mirtezaj kanë qenë një nga çiftet më të dashura për publikun shqiptar, duke fituar gjithmonë simpatinë e fansave për dashurinë dhe harmoninë që shpërndanin. Pas një periudhe të gjatë, duke ndarë momentet më të bukura të jetës së tyre, lajmi i ndarjes së tyre ka tronditur shumë kënd. Të gjithë ishin të befasuar kur çifti njoftoi se lidhja e tyre kishte mbaruar. Veçën nga ajo kohë, kanë qarkulluar shumë spekulime në lidhje me arsyet që qëndrojnë pas kësaj ndarje. Në disa prej këtyre spekulimeve, ka pasur aludime se tradhtia mund të ketë qenë një nga faktorët që ka çuar në përfundimin e lidhjes mes dy të dashuruarve. Ky mendim ka qenë i pranishëm, veçanërisht në mediat sociale, ku komentet dhe diskutimet janë shtuar pas ndarjes së çiftit. Disa prej ndjekësve kanë sugjeruar se Besi mund të ketë trahtuar Gjensilën, megjithatë, kjo ka mbetur vetëm një hipotezë dhe asnjë nga ata nuk ka dhënë ndonjë dëshmi konkrete për ta mbështetur këtë pretendim. Në një deklaratë publike, Besi dhe Gjensila kanë theksuar se nuk ka pasur asnjë tradhti që ka ndodhur gjatë lidhjes së tyre, dhe se ndarja ka qenë e dyanshme pa ndjenja negative mes tyre. Ata kanë shprehur se kanë qenë të dy në një marrëveshje të plotë dhe se ky vendim ka ardhur nga një dëshirë e ndërsjellë për t'i dhënë fund lidhjes pa u ndikuar nga asnjë faktor i jashtëm. Ky qëndrim ka pasur për qëllim që të shmanget çdo mundësi e krijimit të mëtejshëm të spekulimeve dhe akuzave që mund të dëmtonin imazhin e tyre publik. Megjithatë, spekulimet për tradhti vazhdojnë të qarkullojnë duke shtuar dyshime për jetën e çiftit pas ndarjes. Në këtë kontekst, shumë njerëz kanë ngritur pyetje se si është e mundur që një marrëdhënie që ka dukej e shëndetshme dhe e dashur të përfundojë pa një arsye të qartë. Ky lloj spekulimi ka bërë që fansat e çiftit të ndihen të zhgënjur, pasi gjithmonë kishin menduar se lidhja e tyre ishte një shembull i dashurisë dhe respektit të ndërsjellë. Në fund, pavarësisht spekulimeve dhe fashethemeve që vazhdojnë të përhapen, as Besi dhe as Gjensila nuk kanë dhënë më shumë detaje mbi ndarjen e tyre, duke ruajtur privatësinë e jetës personale. Ata kanë kërkuar që të respektohet vendimi i tyre dhe të mos gjykohet lidhja e tyre vetëm nga fashethemet e media. Po ju, çfarë mendoni?